this world, it's hard to get it right. Nëse shumica e njerëzve këtë fundjavë mund të kenë preferuar detin, unë prap nuk I ndahem malit dhe këtë herë jam dhe në veri të Shqipërisë, në Bog, Malësia Madhe e Shkodrës. Tani për momentin kam ndaluar në Shkrel dhe jam në fshatin Dedaj dhe këtu është edhe legjenda dhe shumë interesante sepse ajo që praktikisht do bëj unë sot do jetë ngjitja e një prej majave të para që sa futesh në komunën e Shkrelit, që është maja e Gollobordës, por këtu tek legjenda mund të sillni të bëni dhe ciklizëm, keni shpellën, mund të bëni kajak, camping, ujvar, domethënë ka shumë pika informacione se çfarë mund të bëni për pikërisht në këtë zonë. Te kjo rruga nga Kopliku deri në Dedaj, mund t'ju them që do kënaqeni sepse janë ato fushët me livandë që I shikojmë edhe nëpër foto dhe kanë aromë shumë të mirë. Pastaj mund zgjidhni Razmën, Bogën, qaftor dhe pastaj është pjesa që kalon në Thet. Mund të them që kjo është e njëjta rrugë që praktikisht hyçon edhe në Thet. Unë sot do ngjis majën e Gollobordës, majën e parë siç e thash, e pastaj edhe nesër do shikoj çfarë maje tjetër mund ngjis rreth Bogës. Sa po kam marrë stegun për tek maja e Gollobordës. Kam vënë këtë kapele se është shumë vap dhe mbi të gjitha tani po vendohem që se kam marrë biçikletën sepse komplet kjo rruga që shihni që është fillimi I shtegut është aksesueshme edhe për mountain bike, biçikletë male. Dhe gjithsesi për hiking është shumë e mirë. Gjeta edhe këtë shkopin sepse I harrova shkopita hiking. Dhe ju sugjeroj që të gjeni gjithmonë një shkop nëse s'keni shkopita hiking sepse kundër gjarprimve është verë shumë nxehtë, kështu që le të kujdesemi. Deri pak momentesh gjithë pjesa e shtegut ishte komplet e pastër, siç e thashëm përpara rrugë vjetër që ndoshta përdorej ose edhe përdoret akoma. Pastaj duke filluar nga kjo pjesa, mendoj që nuk është stina më e përshtatshme për ta bërë hiking sepse është e gjitha e mbuluar nga bimësia. Duke filluar nga këtu që do kaloj tani, pak fjalë pyll. Dhe kjo pjesa e këtu. Tani nuk e di si do jetë kjo pjesa tjetër, por mbetet për t'u parë edhe për t'u thënë në fund shifeni pak si është xhungël. Okej. Duke qenë se koha është flori dhe po afron edhe vapa, vendosa që ta lej deri këtu sepse maj sa po shikoj unë e gjithë ky shtegu është e mbuluar komplet nga bimësia. Kështu që mendoj gjëja më e mirë që mund bëj është sezoni I vjeshtës ose pa filluar bora, edhe bimësia mund të ketë rënë pak. Kështu që do e ndaloj këtu, do kthehem dhe do vazhdoj të kap një majë tjetër, majën e Zagorës, e cila ndodhet po këtu afër. Kështu që po vazhdoj zbritjen tani. Zura një shok të vogël frutës. Pi. Ky është shtegu që të çon tek maja e Zagorës dhe kjo këtu është bërë për baktit, për dent që të freskohen. Ja ku është, do t'ja tregoj tani. Është ajo maja atje lart. Më kishte marrë malli me thënë drejtën për këtë pjesën. Shikojmë se si do jetë I gjithë shtegu që do na çojë tek maja e Zagorës. Ja, duket dhe nga këtu. U mundova t'i largohesha vapës, por që në asnjë moment s'më është larguar vapa mua. Kështu që edhe kjo maja e Zagorisë, edhe pse jam deri tani në 2000 metra, kam pamundur të shkoj deri lart fare, sepse është shumë vap. Por gjëja që
kur je në mal, nuk mund të hapësh dot aplikacionin për të parë si është koha, sepse ndodh gjithmonë që i mbledh dhe i shpërndan në ret. Këtu ku jam unë shumë vap, ndërkohë që në anën tjetër dëgjon bubullimat dhe atje ka filluar shiu. Kështu që do vazhdoj dhe do bëj zbritjen. Po pamja nga këtu është realisht shumë e bukur. Është e gjithë lugina edhe vetëm mala. Mendoj që bëra mirë që u theva, sepse kam 5 minuta të mbyllur këtu makinë. Për një arsye të vetme, shiko çfarë bëhet këtej. Një nga gjërat më të rëndësishme kur bëhet fjalë mbas aktivitetit sportiv është dhe vendi ku do shndroj. Ju tashmë e dini që unë vendet që zgjedh pëlqej shumë që edhe ti të flas për ato dhe një nga këto vendet, Boga Alpine Resort, e cila realisht është shumë e bukur. Duke filluar nga këto kabinat e drurit, që kishin një çmim goxha ekonomik, dhe shkruajt artikulli dhe janë dyshe të gjitha. Dhe mbi të gjitha këtu ku po rriun tani bëhet edhe camping. Pra, ju që s'doni të flini as te hoteli, as tek shtëpiat e drurit, mund thjesht të përdorni çadrat e kampingut. Dhe mbi të gjitha ofron restorant, ofron pishinën, kishte të gjithë dhomat lart të disponueshme me pamje nga mali. Por, një nga gjërat që më pëlqeu më shumë tek Boga Alpine Resort është sepse nëse do rrini këtu, të dielën çfarë do bëni? Hiking. Kështu që një nga gjërat më të mira që ishte kjo pjesa që mund ngjitesh deri tek brinja e dashit. Pra të ofron edhe të bësh aktivitetet sportive dhe është shtegu që fillon nga Boga Alpine Resort. Tani do afrohem pak më shumë që të flas me menaxherin ose me të zotin për të ditur më shumë se me çfarë turist janë ose sa i kanë diktuar le të themi edhe pjesa e Covidit. Alberti. Si je? Mirë. Alberti e menaxhon komplet Boga Alpine Resort. Po, që nga 4 vite që operojmë në tregun e turizmit këtu në Alpet shqiptare, kam filluar ta menaxhoj që në fillim. Që në fillim, po ka këtë vit do vuani pak, se do keni vetëm turistë shqiptar apo jo? Këtë vit kemi shumë probleme nga virusi, sepse ne punojmë 90% huj, sepse edhe si vend nuk ka shumë i njoftën edhe nga shqiptarët. Po, e kuptoj. Edhe këtë vit po, mund kemi pasoja, por besoj do t'ja dalim. Albert, të pyes, kur bëhet fjalë te ushqimi, se është gjëja më e rëndësishme mendoj unë, kur bën aktivitetet sportive për shembull, por edhe personat që vinë me familja. Po. Ç'a ofron? Ç'a keni në gjë tradicionale? Si fillim gjitha ushqimet janë ushqimet e zonës, pra do të thonë janë le të themi bio. Edhe kemi gatime tradicionale, kemi byrekun, që bëjmë tradicional që është e zonës së Veriut. Bëjmë edhe mishin e kecit në furrë. E preferojnë shumë mendoj, Po, është pjata që kërkohet më shumë. Më e bukur që më pëlqeu mua, përveç që është rrethuar komplet nga malet, është që të ofron shumë mundësi nga këtu direkt mund vazhdoj shtegun për hiking për tek qafa e brinjë dashit quaj, Po, gjithë nga këtu domethënë, nga fundi derës atje, vazhdojnë shtigjet për të kaluar atje në qafën e majës së Bridashës. Aha, që është kjo këtu, ë? Po. Okej. Edhe gjithçka është e shënuar. Me sinjalistik do të thuash, e kuptoj. Po sinjalistikën kush e ka shënuar? E kemi shënuar ne, domethënë, si staf. Po, e kemi bë sinjalistikën sepse nuk ka qenë më përpara. Edhe gjithashtu edhe disa njerëz këtu të fshatit kanë shënuar disa sinjalistika të tjera. Jo, kjo është për të marrë shembull, me thënë drejtën se të vjen shumë në ndihmë, sidomos për personat që po e bëjnë për herë të parë, përveç GPS-it, hartave që teknologjia është, po kur e ke të shënuar, e ke akoma dhe më thjesht. Është sinjalistika, besoj se është ndërkombëtare shënuar me ngur me shenjën e kuqe edhe të bardhën. Sapo zgjova tek Boga Alpine Resort, konsumova mëngjesin, edhe tani jam gati për të ngjitur le të themi majën e brinjës dashit. Këtu ku jam tani është lugina e Bogës, edhe jam midis majës që është brinja e dashit dhe çardakut. Por që sot do ngjis atë
duke qenë se çardakun e kam gjetur një herë. Dhe që është më e bukur është që koha nuk është shumë e diell, që të them është ajo dhapa e madhe, po shpresoj shumë që mos prishet të na kapi dhe shiu. Dhe gjithë ky itinerari është diku te 10 kilometra, vajtja ardhja, por që në fillim të shtegut edhe në fund të itinerarit do ju them dhe sa e përshtatshme është për të gjithë ju, duke qenë se ajo të gjitha shtigjet janë përshtatshme edhe për njerëzit, duhet kenë një farë eksperiencë ose mund bëhen nga të gjithë. Mua më duket shumë e bukur nga këtu. Nuk e di se si do jetë pamja atje lart, por shpresoj të jetë e bukur. Kështu që tani po nisem. Ulat pushoj 2 minuta. Dhe mund të them që shtegu në këtë periudhë është komplet i mbuluar nga bimësia, siç edhe shihni. Por gjëja më e mirë është që të paktën edhe pse gjarprit janë pjesë e lojës, sot mendoj që janë shumë të pakt, duke qenë se dje ra shi. Dhe mbi të gjitha është pak fresk, gjë që ta leçon akoma edhe më shumë hiking. Unë do ju sugjeroja gjithmonë që të merrni të shkopit me vete, edhe në rast se nuk i keni siç kam bërë unë, që i harrova ka marrë këtë shkopin që e gjeta rrugës. Dhe gjithashtu do ju sugjeroja që ta ngjisnet në vjesht edhe në dimër, duke qenë se mendoj edhe vap nuk është, edhe gjarpri nuk ka. Por vjeshta mendoj do jetë sina më e bukur, duke qenë se gjitha këto pjesa e bimësisë tani zverdhet. Kështu që mendoj që do jetë akoma edhe më e bukur. Siç e thash që ka shumë bimësi, nëse nuk keni GPS me vete, është më e mira të ktheheni, duke qenë se shiko si është një pjesë e shtegut që do kaloj tani. Është komplet e mbuluar nga bimësia. Është si xhungël. Okej. Kështu që duhet patjetër GPS-i me vete. Dhe temi që kjo pjesa mund quhet edhe qafa për tek brinja e Dashit, e cila është këtu lart fare. Kjo pjesa që po bëj tani është një pjesë e cila nuk mund bëhet dot nga të gjithë, për 2 arsye. Është ngrënë shumë nga bora dhe ka krijuar disa si tip krateresh, gropash, të cilat kanë akoma borë në fund. Dhe shpesh herë duhet kalosh te një ripi hall midis këtyre gropave të cilat janë shumë të thella. Dhe gjithë ato që kanë frikë nga lartësitë ishte pak problem. Jam mes majash dhe ndonjëherë kjo është këshill, duhet të dini të ndaloni dhe atë egoizmin për të kapur majën. Ideja sotme ishte, qëllimi ishte që të kapja majën e brinjës Dashit që ndodhet ajo atje. Por, duke parë ret që po afrohen akoma edhe më shumë, dhe gjithashtu dhe kam 4 orë që bëj hiking, mendoj që është më mirë që ta lej këtu, sepse ka element që janë akoma edhe më të rëndësishëm se ajo dëshira ose egoizmi për të kapur majën. Një nga këto janë kushtet atmosferike, kështu që më mirë preferoj të bëj një, le të themi, zbritje të sigurt, se sa të ndeshem me vetëtima, shi dhe rrëbesh, e cila me aq sa më thanë dhe këto të zonës, ka filluar gati një periudhë gjatë që gjithmonë në orarin e drekës, nga ora 2-3 fillojnë shtrëngata shumë të fuqishme. Kështu që për ta eliminuar gjithë këtë pjesën, më mirë filloj dhe kthehem. Dhe ato që kanë ndjekur videot e mia e di shumë mirë që ka raste kur shikoj që kushtet atmosferike nuk janë shumë të mira ose nuk e kam kohën në favorin tim, unë i lej në gjysmë edhe kthehem. Kështu ka mundësi të ngjis maja në vazhdim. Është shumë e bukur sepse përballë meja ndodhet lugina e Bogës dhe brinja e Dashit. Tani ka shumë mundësi
që zbritjen mos ta bëj andej nga erdha, duke qenë se ka shumë gura, ndoshta futen diku te ajo gryka aty, por që do ndaloj diku te 2 minuta këtu do bëj pushimin dhe pastaj do ta vendos nga do kthehem. Nuk ja u sugjeroj të gjitha, sepse është goxha e rrezikshme për personat të cilët nuk kanë eksperiencë në mal, duke qenë se relievi është i gjithë i shkëmbar. Kështu që disa herë duhet bëni edhe climbing. Do vazhdoj të ndjek këtë grykën këtu të gjithën dhe do dal tek shtegu nga ku erdha, por sigurisht që nuk doja u sugjeroja asnjëriut, sepse është më shumë free hiking dhe për persona të cilët intensivisht dalin mal. Për pjesën tjetër, jo. Një nga këshillat kryesore që e kam thënë shumë herë është që kur zbrisni relieve të tilla, ndoshta ajo kaq të pisura, por që janë me gur shkëmbar, gjithmonë duart duhet i keni të lira që në rastin më të keq të mundshëm të kapeni diku. Dhe mos të shkoni diku te 10 metra ose edhe më shumë poshtë. Nga aty erdha unë, nga kjo gryka domethënë. Tani do vazhdoj përgjatë kësaj komplet dhe do dal atje, nga ku do vazhdoj direkt te majtas për të zbritur. Për të bërë një rezume të itinerarit që ndoqa sot, unë them që është për disa kategori njerëzish, për gjithë ato që duan të bëjnë hiking, po diku te 3 orë ose 4 orë, jo shumë itinerar të gjatë, mund të vinë deri këtu, sepse pamja është realisht shumë e bukur, e gjithë lugina e Bogës, dhe në anën time ndodhet edhe maja e Brinjës së Dashit. Pastaj, për pjesën tjetër, të cilët janë më aventurier, ndoshta kanë më shumë që free hiking dhe climbing, mund të vazhdojnë komplet itinerarin që bëra unë deri tek qafa e Brinjës së Dashit. Do ta sugjeroja këtë, por vetëm nëse do kishin helmeta dhe gjunjësa. Unë sot nuk i kisha, sepse realisht nuk e dija se çfarë më priste, por është thjesht ajo dëshira që do të pushtosh majën. Por që për gjithë ju që do shihni videon, nëse do bëni të njëjtin itinerar që bëra unë, në disa pjesë shumë delikate dhe vështirë, si zbritja, si edhe ngjitja. Kështu që për të marrë masa dhe për të qenë më të kujdesshëm, ju duhet patjetër helmeta dhe gjunjësat. Më pëlqeu jashtëmase shumë kjo pjesa e zbritjes, edhe pse kishte pak vështirësi. Ishte shumë e bukur. Ndoshta një nga itineraret më të bukura të zbritjes që mund të kem bërë deri tani, duke qenë se ishte gjë e re edhe për mua dhe më pëlqeu. Tani do vazhdoj me zbritje. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer video itinerari, nëse keni pyetje më shkruani dhe mos harroni edhe të bëni subscribe. Me pamjen që të ofron lugina e Bogës, po ju them mirupafshim dhe shihemi te videot e tjera.